Ledjo Nuraj, Atirt Hoxha, Dashamir Tahiri, Alta Halusi, si dhe Nada Daulja, do të jenë disa nga emrat të cilët do të përfaqësojnë Partinë Demokratike të Degës së Vlorës në Këshillin Kombëtar të kësaj partie. Ky mendohet të jetë verdikti i votave të Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike gjatë zgjedhjeve të Këshillit Kombëtar të kësaj partie, e cila u zhvillua ditën e shtunë në Tiranë. Deputetët e qarkut Vlorë si dhe kryetaria e partisë Nada Meçorapaj hynë automatikisht si pjesë e Këshillit Kombëtar sipas statusit të kësaj partie. Burime konfidenciale brenda Partisë Demokratike të Shqipërisë i kanë thënë televizioni 6+1 Vlora se dhe qyteti Vlorës do të ketë një grup përfaqësimi të mirë në Këshillin e ri kombëtar të Partisë Demokratike. Vota e 1200 delegatëve të Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike do të nxjerrë edhe Këshillin e ri kombëtar të kësaj partie, i cili do të përbëhet gjithsej nga 200 anëtar, sipas statutit të ri të Partisë Demokratike, që është miratuar ditën e shtunë. Gjatë punimeve të Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike, 40% e anëtarëve të rinj të Këshillit Kombëtar do të jenë gra, ndërsa 15% do të jenë të moshës nën 35 vjeç. Rezultatet e votimit të ditës së shtunë të Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike pritet të bëhen publike gjatë kësaj të diele në një konferencë shtypi, e cila do të zhvillohet nga Komisioni i Votimit në ambientet qendrore të selisë së Partisë Demokratike.